Profesor, një barazim I drejtë mi pikë I kënaqur? Më thënë drejtën, unë sot jam shumë I kënaq për vetë faktin që terreni ju e pat vetë ishte shumë I vështirë dhe unë përgëzoj të gjithë djemtë për shpirtin e garës, sepse sot kanë sakrifiku nga minuta parë deri në fund dhe uroj të vazhdojmë me këtë lloj ritmi, me këtë lloj përkushtimi. Pjesa e dytë ishte më e mirë se pjesa e parë? Më thënë drejtën, në pjesën e dytë ne reaguam, kishim dy mundësi pastra, nuk I shfrytzuam, por mos harrojmë që edhe Erzeni pat mundësitë e veta dhe besoj që barazimi ishte rezultati më I drejtë dhe me që më jepet rasti falenderoj edhe drejtuesit e Erzenit për mikpritjen, sepse u bë një ndeshje fair play. Kemi dy ndeshje mend, presim Gromshën dhe Kuplikun. Ne ndeshjet I marrim 1-1, por ne çdo ndeshje është si finale sepse ne kemi shumë pikë për të rikuperuar nga faza parë dhe normalisht jemi akoma nuk jemi aty ku duhet që me ndeshjen e radhës me ekipin e Gramshën ne duhet jemi të marrim maksimumin që do thotë 3 pikë plota. Sukses. Faleminderit.